Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasin ID, 58 vjeç, DD, 27 vjeç dhe ID, 23 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 22 dhjetor 2025 në vendin e quajtur rreth rrotullimi Nartës, ku këta shtetas ushtrojnë aktivitet të shitjes automjeteve dhe lavazhos gjatë kontrolleve të strukturave të Bashkisë Vlorë me fokus lirimin e hapësirave publike, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj drejtorit të IMT në Bashkinë Vlorë, shtetasit DK 33 vjeç. Menjëherë pas konstatimit të sulmit fizik, punojësit e policisë së qarkullimit rrugor kanë ndërhyrë për ndërprerjen e veprimeve të palishme, por këta shtetas kanë vijuar dhunën fizike dhe ndaj punojësve të policisë duke ushtruar dëmtime trupore. Gjatë kësaj kohe, njëri prej punojësve të policisë ka qelluar një herë në ajër me armën e shërbimit, me qëllim zbrapsjen e sulmit nga 3 autorët. Punojësit e policisë aktualisht ndodhen të shtruar në spital, jashtë rrezikut për jetën. Një ditë më parë, grupe punë nga Bashkia e Vlorës kanë ushtruar kontrolle për verifikimin e dokumentacionit ligjor për ushtrimin e veprimtarisë së lavazheve. Gjatë kontrollit në një nga subjektet, subjekti kontrolluar nuk paraqiti asnjë dokumentacion, por reagoi në mënyrë agresive ndaj grupeve të punës, duke i ofenduar dhe kundërshtuar ushtrimin e kontrollit. Situata u përshkallëzua më tej, pasi subjekti përfshiu dhe persona të tjerë të cilët u paraqitën në vendngjarje, duke krijuar tension dhe përplasje fizike me grupet e kontrollit. Në vendngjarje ndodhej dhe policia e shtetit e cila ndryri për normalizimin e situatës dhe parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit. Gjatë incidentit u godit një punojës i policisë, i cili ndodhet aktualisht në gjendje të mirë shëndetësore.